Po fakton lidhjet që ka pushtetin Serbi me Rusin dhe jo vetëm prapë them, jo vetëm që të intervenojë, jo vetëm roli destruktiv në Kosovë, por edhe në vende tjera që të ndiqet agjenda e Kremlinit. Dhe këtë po e bëjnë amerikanët me partner. Absolutisht, sepse këto dëna, unë prapë them, këto dëna zbulime mbrana territorit. Jo, zbulime sepse në fundit mediume si Evropa e Lirë e tjera marrin informata nga burime të sigurta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka diskutim. Kjo dhe më pastaj bëjnë publike që t'i treguhet opinionit roli i Serbisë si mishërim i doktrinës putiniste të kaosit. Që ne e dim kush është Serbia, nuk ka asnjë lloj dileme. Dhe ky establishment edhe që ka një trashëgimi nga koha e Miloševićit, ka një strukturë ushtarake, po ashtu të asaj koha të pa reformuar ka solli. Një Serbi në ndikimin direkt të Rusisë. Sot po faktohet nga komuniteti ndërkombëtar, nga miqtanë, edhe nga Kosova është në mënyrë të përsëritur, por ka rëndësi shumë se si bota perëndimore është një vend që ka ambicje për mu integru në Bashkimin Evropian, siç është Serbia ta zëme, ka të një mendat qasja, po misioni ka uza saj është ta vënë kërcënim gjithë paqen dhe stabilitetin në rajon, investimi gjatë perëndimor. Po ajo rrit që kam thonë disa herë që kam kritikuar qasjen, sidomos të këtij pushteti që denoncimin dhe satanizimin e Serbisë ka shndruar në një kartë thujse të brendshme elektorale për të krijuar një ndarje se vetëm ky pushtet është kundër Serbisë dhe gjithë të tjerët janë në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme instrumente që i shërbejnë kauzës politike të Aleksandr Vučićit. Unë kam insistuar dhe vazhdoj të insistoj që ne asnjë lloj betejë politike me Serbinë nuk mund ta fitojmë vetëm nga brenda. Është iluzion. Vetëm fitoret ndërkombëtare të Kosovës në raport me Serbinë krijojnë fitore edhe për shtetin e Kosovës. Ajo që e thatë edhe ju dhe që e kemi përsëritur bashkërisht në disa diskutime është nonsens logjik që tentohet që të binden gazetarët. Nëse që kam parë kryeministrin disa herë, që thotë gazetarëve dhe ju bëheni me agjendën time kundër Serbisë, që tentohen binden gazetarët edhe opinionin mbi rolin e Serbisë. Sepse ne gjithë kemi përjetuar mbi lëkurën tonë, gjithë kemi kujtime 100 vjeçare për atë që ka ushtruar Serbia mbi shqiptarët e Kosovës. Për ashtu gjeneratat e reja ne madje jemi edhe dëshmitari përpjekjes për zgjidhje finale të çështjes shqiptare në Kosovë nga regjimi genocidial i Miloševićit. Dhe ajo betejë kur është fituar? Ajo betejë është fituar, do thotë, kur kemi arritur ta bindim bashkësinë ndërkombëtare. Dhe këtu ka pasur në vërejtjet e vazhdueshme mbi dështimin diplomatik të shtetit të Kosovës, që atë që duhet ta fitojnë ndërkombëtarisht e ka shndruar në betejë të brendshme elektorale. Duhet jetë saktësisht e kundërta. Duhet, do thotë, që gjithë investimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, i Qeverisë së Kosovës të bëhet në këtë drejtim që të intensifikohen komunikimet diplomatike që të fitohet betejë ndërkombëtare kundër Serbisë në forumet e rëndësishme diplomatike ndërkombëtare. Kjo është e rëndësishme. Dhe na çka ndodh në këtë situatë, dhe prap është dëshmu kjo, po çka ndodh? Ne jemi në një pozicion ku ne tash e humbim dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe paralelisht me të, kur FBI konstaton që segmentet e sigurisë së shtetit serb qëndrojnë mbrapa sulmit e fitojnë dialogun strategjik me SHBA. Dhe kjo nuk mjafton që të krijohen justifikime se SHBA po e bëjnë këtë me qëllim që të përfitojnë në korris të shtetit të Kosovës. Saktësisht është e kundërta. Është vetëm dështimi ynë diplomatik për të mos e kanalizuar, për të mos përfituar nga këto mundësi që po krijohen, nga këto mundësi që po ofrohen nga partnerët tanë ndërkombëtar.